Na jena në përkraje të mësimdhënësve të kësaj shkolle, I falenderojmë që me gjithat në ngjarjen e rond kanë ndodhur, e kanë pas parasysh mësimin dhe nxënësit dhe kanë vendosur që ta mbajnë vetëm 2 orë protestë dhe grevë, nuk kanë vendosur që ta ndërpresin tërësisht. Shkolla të tjera disa janë solidarizuar me 1 orë mësim, me 1 orë ndërprerje mësimit me këtë shkollë, nëse ngjarjet nuk sqarohen shpejt dhe nuk lirohet mësimdhënësi, mund që nga dita e nesërme mund të përshkallëzohet kjo formë e veprimit sindikal. Urojmë që sa më shpejt organet e drejtësisë ta marrin në shqyrtim të drejtën, ta lirojnë arsimtarin dhe të marrin masa edhe njëherë përsëri ndaj prindve që sillen në këtë formë fëmijë të shkollë, organizohen me 10 nxënësit vinë sallë dhe sulmojnë arsimtarin. Kjo nuk ka mbet mot të jetë shkollë, por në farë lloj me përgjegjësia që nga Ministria e Arsimit e tut.